konstrueshme në infrastrukturën e sigurisë. Siguria në këtë gjykatë nuk është menduar si reagim pas ngjarjes, është menduar si parandalim, si organizim dhe si kulturë institucionale. Një gjykatë e sigurt është një gjykatë më e pavarur, një gjykatë e organizuar është një gjykatë më funksionale, një gjykatë që garanton sigurisht, një gjykatë që fiton respektin publik. Dhe sot mund të themi me bindje se këto investime kanë bërë gjykatën e posaçme jo vetëm më të denjë me pamje, por edhe më të kontrolluar, më të mbrojtur dhe më të qëndrueshme në funksion. Të nderuar të pranishëm, ky investim ka dhe një simbolik të veçantë, ndoshta një nga mesazhet më të forta të kësaj dite. Pjesa më e madhe e ambienteve të modernizuar është realizuar me mbështetjen e Komitetit Ndërinstitucional për masat kundër krimit të organizuar përmes fondeve që lidhen me pasuritë e sekuestruar dhe të konfiskuar. Përndorimi i këtyre fondeve për modernizimin e ambienteve të gjykatës së posaçme ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm financiare, por edhe simbolike, institucionale dhe shoqërore. Ky investim përcjell një mesazh shumë të qartë, pasi ruaja e krijuar në mënyrë të palishme nuk mbetet në duart e krimit, por i kthehet shoqërisë në formë shërbimi publik, forcimit të drejtësisë dhe rritjes së dinjitetit institucional. Në këtë rast, fondet që dikur kanë qenë produkti i ndarjesë së palishme kthehen në salla gjykimi, holle, zyra, ambiente pune dhe hapësira shërbimi për qytetarët. Pra, ajo që ka cënuar rendi ligjor dhe interes publik, sot shndrohet në një investim që shërben pikërisht forcimit të shtetit së drejtës. Ky është një nga mesazhet më domethënëse që mund të japë një shtet funksional. Krimi nuk shpërblet, përkundrazi, pasuria e tij merret dhe vendoset në shërbim të qytetarëve dhe drejtësisë. Është shumë domethënëse që këto fonde përdoren pikërisht për ambientin e gjykatës së posaçme, e cila ka për mision të gjykojë korrupsion dhe krimin organizuar. Por qytetarin, ky investim tregon se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk është një proces abstrakt. Ajo ka rezultate konkrete, ajo prodhon vlerë publike, ajo rikthen te shoqëria atë që është marrë përgjegjësisht prej saj. Kur qytetari hyn sot në një sallë gjykimi më dinjitoze, në një hall më të rregullt, në një ambient më funksional dhe më të sigurt, ai duhet kuptojë se këto hapësira nuk janë thjesht produkti i një investimi ndërtimor. Ato janë edhe shenjë e faktit se shteti i drejtës dita kthej palishmërinë në shërbim publik. Ky investim është edhe një mesazh të fortë parandalues. Pasi rryja e krijuar nga krimi dhe korrupsioni nuk është e sigurt, nuk është e paprekshme dhe nuk është trashëgimi e palishmërisë. Përkundrazi, ajo mund të kthehet në mjet për forcimin e institucioneve që mbrojnë ligjin. Besimi te drejtësia nuk ndërtohet vetëm me vendime gjyqësore. Ajo ndërtohet edhe kur qytetari shes se pasuria e palishme nuk humbet, nuk shpërdoret dhe nuk mbetet pa destinacion, por përdoret për qëllime të dobishme publike. Kur fondet që rrjedhin nga pasuritë e konfiskuara përdoren për të modernizuar gjykatën, qytetari merr një mesazh të dyfisht. Së pari, shteti është i aftë të godas përfitimin e palishëm, dhe së dyti, shteti është i aftë të kthejë këtë vlerë në shërbim për shoqërinë. Të nderuar të pranishëm, ky projekt nuk do të ishte bërë i mundur pa mbështetjen, pa bashkëpunimin institucional, pa mbështetjen financiare dhe pa përkushtim të përditshëm. Duhet të shprehemi njërin time për Këshillin Lart Gjyqësor, i cili mbështeti nevojat e gjykatës së posaçme duke mundësuar financimin e hartimit të projekteve, financimin e zbatimit të punëve në disa prej ambienteve që po rurojmë sot. Duhet të falenderoj gjithashtu Komitetin Ndërinstitucional për masat kundër krimit të organizuar për mbështetjen financiare që bëri të mundur rikonstruksioni, mobilimin dhe modernizimin e pjesës më të madhe të ambienteve që prezantojmë sot. Një falënderim i veçantë shkon për trupin gjyqësor, i cili gjatë këtij procesi tregoi mirëkuptim, maturinë institucionale dhe përgjegjësi, edhe në kushtet e një transformimi të gjerë të ambienteve. Gjykata vjoi të funksionojë, seancat të zhvilluan dhe shërbimi ndaj qytetarëve nuk u ndërprer. Ky është një kontribut i rëndësishëm, sepse çdo investim në godin do të kishte më pak vlerë nëse nuk do të ruhej vazhdimësia e misionit kryesor të gjykatës, dhënia e drejtësisë. Duhet të falenderoj stafin administrativ të gjykatës së posaçme, i cili ka ndjekur nga afër çdo fazë të këtij procesi me përkushtim, korrektësi dhe përgjegjësi. Falënderimi i veçantë shkon edhe për projektuesit dhe zbatuesit e punimeve, të cilët realizuan përmbushjen e projekteve me cilësi dhe seriozitetet. Ky transformim është rezultati një pune të përbashkët dhe çdo punë e përbashkët që i shërben qytetarët i shërben dhe besimit dhe drejtësia. Zonja dhe zotrinj, në përfundim dëshiroj të theksoj se gjykata e posaçme do të vazhdojë të udhëhiqet nga parimet e pavarësisë, llogaridhënies dhe integritetit. Sot nuk po provojmë vetëm një godinë më të bukur, provojmë një mënyrë më dinjitoze për të shërbyer qytetarit, një mënyrë më të hapur për të komunikuar me publikun, një mënyrë më të sigurt për të mbrojtur procesin dhe një mënyrë më moderne për ta ushtruar drejtësinë. Ky inaugurim nuk është fundi i një projekti, është fillimi i një standardi.
sepse drejtësia nuk është vendim, drejtësia është mënyra si qytetari pritet, dëgjohet, trajtohet dhe respektohet. Dhe nëse drejtësia është shërbim për qytetarin, atë çdo shtallë gjykimi, çdo holl, çdo zyrë dhe çdo shërbim hapësirë e kësaj gjykate do të flasë me një të gjë, gjuhën e ligjit, të dinjitetit dhe të besimit publik. Sot këto ambiente flasin këtë gjë. Ato flasin për një gjykatë që ka zgjedhur të ecë përpara, për një socion që kupton peshën e misionit vet, për një drejtësi që nuk qëndron larg qytetarit, po i shërben atij, për një media që trajtohet si partner e transparencës, për një dëshmitar që respektohet dhe mbrohet, për një proces që kërkon siguri, solemnitet dhe dinjitet, për një shtet së drejtës që vetëm do shkon palishmërinë, por e kthen atë në vlerë publike. Ky është kuptimi i këtij transformimi, ky është mesazhi i kësaj dite dhe ky është angazhimi ynë për të ardhmen. Ju falenderoj për praninë, për mbështetjen dhe për vëmendjen tuaj. Ne kam kënaqësinë të jap fjalën ministrit të drejtësisë, zotit Toni Gogu, për të mbajtur fjalën përshëndetëse në këtë vend.